Drejtori i Policisë Vendore të Durrësit, Ervin Hodej, në konferencën e tij përshtyp që dha në fundjavë mbi bilancin e punës dhe aktivitetin e drejtorisë për muajin maj 2026, bëri me dije se gjatë këtij muaji janë evidentuar në Durrës 383 vepra penale, prej të cilave janë zbuluar 382. Janë identifikuar 434 autorë të dyshuar, nga të cilët 117 janë vënë në pranga. Janë kapur në kërkim 42 shtetës, 302 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 15 janë shpallur në kërkim. Janë evidentuar 383 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 382. Janë identifikuar 434 autorë të dyshuar, nga të cilët 117 janë vënë në pranga, janë kapur në kërkim 42 shtetas, 302 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 15 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar janë evidentuar 136 vepra penale më shumë, si dhe është rritur zbulueshmëria me 2%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet operacioneve dhe aksioneve policore të zhvilluara në fushën e kapjes së personave në kërkim, goditjes së veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, krimeve ekonomike e financiare, lojrave të fatit dhe kultivimit të bimëve narkotike. Janë finalizuar 10 operacione policore, si rezultati të cilave janë arrestuar 36 persona, janë proceduar 4 shtetas gjendje të lirë dhe 4 shtetas të tjera arrest shtëpie. Hodej bëri me dije se me rritjen e fluksit të lëvizjeve së mjeteve, është intensifikuar dhe monitorimi inteligjent i akseve rrugore. Si rezultat, policia rrugore ka vendosur 11.373 ose 3.155 masa më shumë se një muaj më parë, ku pjesa më e madhe është për ato shkeli që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e sigurisë rrugore. Në përfundim të konferencës për shtyp, do theksoj se Drejtoria Vendore e Policisë së Durrësit është maksimalisht angazhuar për të parandaluar dhe luftuar paligjshmërinë në çdo drejtim.